për gjyqtarët e lirisë që kanë rënë në mbrojtje të vdekjes. Zënësit janë shumë të preokupuar me gjendjen e moshatarëve dhe të popullsisë në zonat në të cilat zhvillohen luftimet. Si pjesëtar i ushtrisë të Kosovës. I përshëndes që gjithë nxënësit e shkollës mesme gjithë Doda dhe Prishtinës. Shkollë e cila dhe unë kur kam qenë si nxënës i shkollës mesme, kem pas lakmi të jem nxënës të asaj shkolle, nga cila shkollë kam dalë dje me vasha, adhetar dhe patriot, që sot gjindën në rrallat tona. Me gëzoj fakti se nga kjo pletush, shoh se jo vetëm në shtresat e rinisë e pjekur kosovare, tas në rinisë studentore, por edhe në shtresat e rinisë, sidomos të maturantëve dhe nxënësve tjerë të shkollës mesme, vlon në shpirtin e tyre, atë dashuria, patriotizmi dhe rruga drejt që është ka qenë përpara ushtria shqiptare e Kosovës. Mbrana rreshtat të kësaj reviste shoh se të gjitha djemë dhe vasha me zemrë me shpirt janë në radhët tona. Shoh se në shpirtin e tyre është nderëzën i pastë, e cila shumë shpejt dhe me një dëshirë të madhe presin që ne të jemi sa më shpejt në Prishtinë dhe të na bashkohen neve. Unë s'bashku me këta shokë nga ky vend i premtojmë ata djelnosha dhe vasha të kësaj shkolle se ajo ditë nuk do t'jetë lartë. Edhe në karavanin të cilën ju do të na presni me duar trokitje dhe me pushën e krah, flamuri ynë kombëtar do të valojë në Prishtinë. Posaçërisht e përshëndes Arianitin, së bashku me këshillin redaktues të kësaj gazete. Janë fëmijët e të Atanishës që kanë kap armët e luftojnë sot me Kosovë. E unë këtu do të kryzë rastin, ju do t'jeni gjenerata e cila do të përfaqësoni Kosovën e lirë, demokratike, drejt bashkimit kombëtar. Ju do t'jeni kuadra që densisht do të përfaqësoni atë vepën tonë në organizmat kombëtar dhe ndërkombëtar. Ju do t'jeni kuadra që do të zhvilloni këtë atë ekonomikisht, në pikpamje kulturë, në politikë, dhe ju do t'jeni ata që populli do të krenohet për një shtet të lirë, demokratik dhe sovran.